Dhe mëgjërësisht në lidhje me këto ndryshime, por edhe përsa i përket sektorit turizmit në këtë fillim vitit, do diskutojmë me Frenkli Prengaj, operator turistik. Frenkli, mirë se erdhe. Përshëndetje. Atëherë, këto ndryshime që pritet të bëhen, kryesisht përsa i përket drejtuesve teknik, duhet kenë diplomën, duhet kenë gjuhë huaja, të vërtetuara me certifikata, si i cilësoni? Të them drejtën, tashmë ky projekt ligj sapo ka dalë për shqyrtim në opinionin publik, kështu që është gjë e re edhe për ne, nuk e dim se si do të përmbyllet kur të votohet si ligj. Dje, me thënë drejtën, po shikoja nga televizioni juaj edhe pjesën e re që po diskutohet, dje u publikua projekt ligji. Është pak e paqartë, them drejtën, të paktën për këtë fazë, për mua është goxha e paqartë, duke qenë se ndryshimet e propozuara në ligj, me aq sa kemi parë deri tani, vetëm sankcionojnë se çfarë duhet të ketë një drejtues teknik, por jo se çfarë do të bëj. Pra, cili do të jetë çfarë përfaqëson drejtuesi teknik? Cili do jetë roli i drejtuesit teknik në një operator turistik, në një kompani turistike, pasi shumicën e detyrave i ka administratori. Pra administratori është si përfaqësues ligjor, merret me financat, merret me turët të ndryshme, pra dizenjim turësh e tjera, dhe janë punonjës të tjerë cilat në bazë të tur operatorëve të ndryshëm bëjnë dhe dizenjimin e tureve, vjen në kontakt me guida turistike e tjerë. Pra e shoh pa kuptim për çfarë deri në këtë moment flasën, ndoshta më vonë do të kemi një serim, do të kemi një serim më të mëtejshëm dhe më të saktë, më shtërrues, por deri tashmë më duket goxha e paqartë se çfarë do të bëj drejtuesi teknik. Sepse është vendosur vetëm pjesa që duhet të ketë punuar më parë në turizëm dhe të ketë njohje të gjuhës së huaj. Me thënë drejtën, njohja e gjuhës huaj, edhe nëse nuk do të ishte për drejtues teknik, edhe nëse nuk do të jetë sankcionuar në ligj, është një detyrim cilën tregut përjashton nëse nuk e ke. Duke qenë se ti nëpërmjet turizmit je detyruar me të huajt pa gjuhë të merresh me të huajt, nuk të flasim dot me shenja, kështu që është i detyruar biznesi që të ketë punonjës të kualifikuar, sidomos për sa flitet për gjuhën e huaj. Dhe mendoj që këtu pjesa e projekt ligjit është pak mbrapa, le të themi, me atë nevojë çfarë kërkon tregu, pasi anglishtja është gjëra minimale, është bazë, është si shqipja, nuk mundet punosh në sektorin turistik nëse nuk di anglisht, por tashmë kërkohet italishtja, siç kërkoi anglishtja dikur, pra është një mast për shkak të fluksit të madh të turistëve italian, por edhe më tej francez, gjerman e tjerë. Pra, këto grupe të mëdha turistike që po vinë dhe vizitojnë Shqipërinë janë më të prirur të gjejnë apo të kërkojnë guida turistike apo operator turistik në gjuhën e tyre. Sepse i kuptojnë edhe më mirë. Ose edhe nuk flasin gjithë anglisht. Nuk flasin gjithë anglisht, ndihen më mirë me gjuhën e tyre, prandaj ky vendim është diçka cilën shpresoj të mos përfundoj. Thjesht në statistika në fund që ushtuan kaq punonjës në sektorin turistik, apo për mbledhje statistikës në fund të shërbejë kjo pjesa. Tregu i plotëson kërkesat që ekzistojnë pikërisht për këto kritere që... Tregu ka mangësi për guida turistike, ka mangësi për profesionist në turizëm, duke qenë se ky fluks erdhi i vrullshëm, po vazhdon të qëndrojë nga vitin vit, vetëm ka rritje, dhe po them koha për të trajnuar të tjerë nuk është e mjaftueshme, kështu që në sugjerimin tim modest do të ishte më e mirë që të punohet më shumë në trajnimin e guidave dhe punonjësve të ndryshëm se sa të vendosen kufizime dhe të futen, po them, personat e tjerë, pasi nëse këtë gjë nuk e kërkon tregu dhe nuk e kërkon situata ku ne ndodhemi, do të përfundojmë ashtu si në shumë sektor të ekonomisë ku do të bëhet fiktivisht dhe nuk do të ketë produktivitet. Mund të ketë më shumë kufizime ky ligj, këto ndryshime që po bëhen në ligj për sa i përket tregut, sepse një individ mund mos ketë mbaruar shkollën, por është shumë i talentuar për punën që bën. Di shumë mirë anglisht, por nuk e ka të certifikuar me një dokument. Është e vërtetë, domethënë, pjesa e në fakt punë e bën shumë mirë, po i ka pa letra. Pozitive është pjesa që dakord që gjërat duhet të strukturohen dhe sigurisht do shkojmë konform ligjeve dhe rregullave. Ato çfarë unë e kam thënë, jo vetëm kjo nuk bën pjesë të turizmit, bën pjesë në çdo sektor tjetër. Tregu të seleksionon vetë. Pra nëse ti nuk je i aftë për këtë pjesë, le të kesh shkollën, le të kesh çfarëdo kualifikimin e letër, nëse nuk je, po them, nëse nuk e ke atë marrëdhënien me klientin siç duhet,
Unë mendoj që ka të bëjë shumë, është edhe 50% është pasioni dhe talenti. Por përsëri pjesa e sanksionimit me ligj, mund ta rregulloj, por e them përsëri, shpresoj se kjo është frika ime, shpresoj që të mos kthehet në një fiktivitet dhe thjesht plotësojnë letra që filani është drejtues teknik tek kompania jonë dhe nuk merret me asgjë, pra vetëm ka emrin aty, merr një rrogë. Edhe ndodh kaq. Thjesht kosto për kompanitë për të pasur një drejtues teknik sipas kritereve. Është vërtet. Në fakt ka patur goxha ndryshime edhe kanë ardhur rregullorë të reja që është shpërndar kryesisht operatorëve turistik, duke qenë se operatorët turistik shërben si një umbrell, pra që përmbledhin akomodim, transport, përmbledhin pjesë të ndryshme të turizmit në Shqipëri, duke i dizajnuar në paketa turistike dhe kjo është pozitive në fakt, sepse duke vendosur në rregullore të reja dhe në norma operatorët turistik, ti praktikisht ke vënë brenda vijave të rregulluese edhe hotelerinë edhe transportin e tjera. Por janë disa, po them, rregullore të cilat përsëri mbeten të paqarta, pra e shoh si një, po them, në disa pjesë, por në disa rregulla të reja, e shoh më shumë si vënien e biznesit në gatishmëri që në fund të mblidhen disa statistika, pra sa turistë keni mbledhur, kush kanë qenë, si kanë qenë, sesa një ndimes. Ndimesa kryesore që mund t'i bëhet nga institucionet, bizneseve që shërbejnë në sektorin e turizmit në Shqipëri janë kualifikimi i punonjësve, pra hapja e një tregu pune më të madh nëpërmjet kualifikimeve dhe trajnimeve. Tepër tani është edhe shumë problem punësimi, gjetja e punonjësve, vendosja e kritereve të tilla mund ta bëjë akoma më të vështirë. Është goxha problem, them drejtën, në fillim të majit do shohim çfarë kemi parë 3-4 vitet e fundit ku e gjithë, po them, pjesa e punonjësve në sektorin e shërbimeve të pjesës së turizmit do zhvendoset nga Tirana drejt jugut, aty ku është dhe fluksi më i madh për këtë vit. Dhe Tirana mbetet bosh pastaj dhe ka nevoja të mëdha. Tirana ka turist vet. Patjetër, tashmë 2 vitet e fundit Tirana, duke qenë se është akoma mbetet i vetmi aeroport funksional në Shqipëri, çdo turist kalon nga Tirana të paktën në natën e parë qëndrimit, në natën e fundit qëndrimit e kalon në Tiranë. Pra, minimalisht çdo turist që futet në Shqipëri teorikisht qëndron të paktën një natë në Tiranë. Kështu që edhe Tirana e ka nevojën për akoma më shumë punonjës në sektorin e turizmit, le më, po them, në verë kur shumica e tyre shkojnë drejt jugut. Dhe kjo lëvizje e tillë, pra nga Tirana drejt jugut vetëm për punë sezonale, na çon pastaj në problematika që ne kemi diskutuar për vite me radhë, ku nuk shikohet kualifikimi aq shumë, mjafton të ketë numër, të ketë persona që shërbejnë. Dhe ne pastaj diskutojmë përsëri në fund sezonit që duhet përmirësohemi dhe duhet vitin tjetër duhet jemi akoma më mirë. Pra nuk do të vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë, duke qenë se dinamika e turizmit në Shqipëri po ndryshon. Tashmë ne kemi luksin, e kam përmendur edhe më parë edhe këtu edhe emisione të tjera që tashmë ne kemi luksin që të mos flasim më vetëm për numra, por të fillojmë të flasim edhe për cilësinë e turistit, sa shpenzon një turist. Ne tashmë do të shkojmë në një po them tip turisti i cili shpenzon më shumë, pra ne nuk duhet të merremi më vetëm me numra, sepse Shqipëria e kaloi fazën 3 vjeçare të numrave. Ne patëm një boom turistik të madh të turistëve në Shqipëri. Shqipëria tashmë ka një PR shumë të mirë për sa i përket jo vetëm nga gazeta prestigjioze të ndryshme, por nga vetë persona që kanë ardhur këtu. E kanë parë, ata shkojnë dhe i reklamojnë familjarëve, komshinjve, kolegëve e të tjerëve, miqve të tyre dhe një sugjerim nga një mik që ti e njeh është goxha më i dobishëm, është reklama më e mirë se sa të gjitha shkrimet, qoftë të paguara apo jo, që ndodhin në gazeta ndërkombëtare. Prandaj ne duhet të merremi fort me përmirësimin e këtyre, po them, e cilësisë së turizmit. Jemi në muajin e 3 të 2025-s. Si ka qenë fluksi edhe në përditshmërinë tuaj të punës që bëni? Ka një rritje të lehtë në krahasim, flas me 3 muajin e parë të vitit kaluar të turistëve në Shqipëri. Sigurisht ne fatkeqësisht vazhdojmë të flasim për sezon turistik, në fakt do ta kemi gjithë vitin. Nga vit në vit përmirësohet pjesa ku ky sezon turistik zgjerohet, pra përfshin para disa vitesh ishte vetëm 3 muajt e verës, përfshiu majin dhe shtatorin, tani nis që nga mesi prillit deri në fund të tetorit temperaturat kanë ndihmuar shumë, me thënë drejtën, duke qenë se ne jemi të bekuar për shumë gjëra, po edhe për temperaturat, kështu që besoj që edhe këtë vit do të jetë akoma më i zgjeruar dhe me shpresën që në pak vite ne të kemi një turizëm gjithvjetor dhe këtu kthehemi përsëri tek tema që duhet po them duhet disa rregulla më të fuqishme dhe një ndihmës drejt po them bizneseve të ndryshme dhe
përpos ndihmesës që institucion mund t'i bëjnë bizneseve në turizëm tek pjesa e shtimit, po them të punonjësve të kualifikuar, duhet një padyshim një ndihmesë shumë e madhe është infrastruktura, e cila fatkeqësisht përsëri nga turistët, nga takimi i përditshëm që ne kemi me turistë të huaj, e cilësojnë si problematikën kryesore. Ata shohin Shqipërinë hartë si një vend shumë i vogël dhe mendojnë që e kanë infrastrukturën si Gjermania dhe 2 orë mund të shkosh. Ata vinë një fundjavë, thonë për 3-4 ditë ne e shohim gjithçka në Shqipëri. Kur vin këtu, përballem me një realitet komplet tjetër, që duhet disa orë për shkuar në theth. Pa llogaritur edhe trafikun në disa akse. Patjetër. Ndërkohë, harta e vendeve nga vinë turistët ka ndryshuar apo tradicionalisht janë ata që kanë qenë? Kur diskutohet mbi hartën se ku do shkojnë turistët, mjafton të shohim hartën e investimeve. Pra, ku po investohen resortet, ku po investohen, po them, gjërat e reja në turizëm dhe vazhdon të mbetet patjetër jugu, një lloj turizmit aventurës, le të themi, që shkon më shumë drejt turizmit aventurës është pjesa e Veriut, pjesa e Alpeve të Shqipërisë, dhe një zonë e re apo një destinacion që pritet të ketë një boom këtë vit dhe vitin tjetër është zona e Dibrës. Për shkak të rrugës që tunelit që u hap. Dhe tunelit që u hap tashmë, në Dibrë mund ta bësh për 1 orë gjysmë mos më shpejt. Ka atraksione Dibra? Patjetër që po. Është interesant. Më kryesori dhe po them ai më i famshëm që është Mali Korabit, që të përsëri futet e turizmi aventurës, por lidhja me Tiranën, me një infrastrukturë më moderne, sigurisht që do të nxjisë ndërtimin e më shumë, po them, pjesëve të agroturizmit, të cila ka filluar zhvillohet goxha në Dibër tashmë, ka fshatra shumë të bukur piktoresk që mund të shkohet dhe të zhvillohet më tej. Të mos harrojmë që edhe vende që sot ne i diskutojmë si Thethja apo Valbona, që ne i marrim për qenë tashmë që janë destinacione shumë famshme turistike, mos harrojmë se kanë qenë para 10 apo 15 vitesh ku kanë qenë jashtëzakonisht edhe para 5-6 vites ishin të vështirë për të aksesuar, kishte problematika në transport dhe tashmë me zhvillimin e infrastrukturës, këto destinacione janë shumë afër Tiranës dhe rrjedhimisht janë shumë afër turistëve. Përjedhoj jam plot. Është vërtet. Është vërtet. Dimri si ka qenë, sezoni i Dimrit si ka qenë për sa i përket kryesisht patjetër turizmit malor, sepse Bregdeti kam përshtypjen nuk frekuentohet shumë. Jo, patjetër turizmi malor është më shumë i frekuentuar. Unë vazhdoj të mendoj që ne aty na çalon tashmë, duke qenë se kemi rregulluar pjesën e turizmit gjatë verës, në turizmin e bardhë apo atë dimror, ne fatkeqësisht nuk kemi pista skish dhe nga ana teknike me sa kam diskutuar me ekspertë të kësaj fushë, do ta kemi shumë vështirë për shkak se kanë teknikalitete të cilat Alpet tona apo malet tona nuk i përshtaten. Është folur disa herë edhe kryeministri ka thënë për në Nikolic, është pjesa prapa Dardhës në Devol, por shoj. Tani pas këtyre viteve të një bumi turistik që ne kishim, nuk do të flasim më, apo nuk mund bizneset nuk mund të bazohen në diskutime që ndoshta mund të jetë kjo apo kjo, pra do të bërë fakt, duhet të finisur investimi, që të shikojmë pastaj edhe ti përfshim në paketa turistike. Por, ajo që shikoj unë është një, po them, turistët e huaj po fillojnë përsa i përket turizmi malor të vinë jo në Shqipëri, por në zonat rreth Shqipërisë, pra të vinë në shtetet që fqinje të Shqipërisë, pra vinë Malzi, vinë Kosovë, vinë Maqedoni dhe ne besoj që këtu duhet kapemi si operator turistik, pra duhet të ofrojmë atyre, ndoshta ne nuk kemi të afërt të ofruar atyre të turizmit e bardhë që ata të vinë të bëjnë ski në Shqipëri, kemi një pistë tepër modeste në Dardhë, por ne mund të krijojmë paketa turistike që ai turist që vjen në Kosovë për të bërë turizëm alpin të vijë edhe 1-2 ditë në Shqipëri, të shohë të bëj pjesë të turit, pasi ka mbaruar me pjesën e aventurës, shohë pak dhe pjesën e Shqipërisë. Bën Kosova apo në Malzi apo në Maqedoni. Dhe mund vi Shqipëri. Pra ne tashmë, nëse duam të vazhdojmë të rritemi, nuk mund ta shohim më vetëm lokalisht që në Shqipëri edhe të marrim ne këtu më të mirën, të marrim sa më shumë të ardhura dhe do ta shohim Shqipërinë si një vend rajonal tashmë, pra ku një turist mund të vijë dhe nga aeroporti i Tiranës dhe të vizitojë edhe Malnezit, vizitojë edhe Kosovën, edhe Maqedoninë, pasi e lidh këtu dhe me diskutimet që në të ardhmen e afërt mund të kemi edhe një lidhje direkte ajrore mes Tiranës dhe New Yorkut. Duhet të kemi një gjë shumë të qartë. Turisti kanadez apo amerikan nuk vjen të bëj pushime, nuk do vi të bëj pushime në Shqipëri, të bëj 12 orë udhëtim për të ndejë 3 ditë dhe për të pavëtur në Shqipërinë. Edhe ata turistë tashmë që ne kemi nga vendet e largëta. Koncepti atyre është për sa i përket distancave është komplet ndryshe. Patjetër. Ata shikojnë Evropa është destinacion për amerikanët. Patjetër. Synojnë
Patjetër. Dhe për të qenë po them më konkurrues, le të themi, kundrejt Gjermanisë, Francës, Spanjës, Italisë, cilët e kanë cimentuar atë PR-in e tyre në lidhje me turizmin e largët që vinë nga Amerika apo nga Australia, Shqipëria nuk mund t'i konkurrojë vetme. Shqipëria do të vi, apo paketat të ndryshme turistike do të vinë si rajonale, pra duke përfshirë Malezi, Kosovën, Serbinë, Kroacinë, Greqinë. Kanë filluar të ofrojnë këto paketa? Patjetër, turistët janë më të pak në numër, pra nuk mund të krahasohen me turistët evropian, por turistët amerikanë apo ato akoma më pak australian, po themi, kur vinë në Shqipëri, ata kanë ardhur për të parë Europën dhe kanë parë që Shqipëria që këto gjithë të njerëz që po shkojnë për shkak shkuar në Gjermani, në Spanjë, kanë dëgjuar që shumica e atyre vendeve po shkojnë të vizitojnë Shqipërinë dhe kanë thënë po vit ta shpjegoj, apo kanë ardhur në Kroaci, kanë ardhur në Itali apo Greqi dhe kanë thënë po shkojmë të shohim pak dhe Shqipërinë. Dhe kjo është mënyra vetme që ne mund të tërheqim, duke qenë se jemi një vend i vogël. Alternohet turizmi aventurës me atë kulturor? Pra ata që vinin t'i bëjnë të dyja. Po, patjetër. Sigurisht ne nuk mund të fusim aq shumë, nuk mund t'i mbash, domethënë, aq të mirë informuar, le të themi, turistë që vinë për aventurë, por qasja duhet të jetë e tillë për mendimin tim. Pra, edhe persona që vinë vetëm për aventurë në Shqipëri, u duhet futur pak 2 ose 3 ditë, nëse kanë ardhur për një javë, duhet futur 1, 2 apo 3 ditë, duhet futet pak pjesa e kulturës dhe traditës, duke qenë se turistët, e shohin Shqipërinë si një vend turistik, por nuk është se janë, apo kanë mësuar shumë historinë e Shqipërisë, apo nuk e shohin të lidhur Shqipërinë me vendin e tyre, dhe kur ti ofron atyre një informacion që Shqipëria ka qenë pjesë e perandorisë romake, perandorisë osmane, ka patur këto zhvillime me vendet përkatëse, ndjen pak më të lidhur, pra thonë, ne kemi diçka të përbashkët, dhe ndjen më të lidhur me vendin. Nuk është thjesht një vend, po themi Karaibe, që ti shkon bën pushimet aty dhe largohesh pa ditë as historinë dhe pa ditë pjesën e kulturës. Dhe për ta mbyllur, Frenkli, jemi në 3 muajt e parë është ende herët, por 2025 si mendoni se do t'jetë, krahasuar me 2024? Tashmë nuk përbën më lajm të them që do jetë më mirë se vitet e tjera. Ideja është që rritja në përqindje do të jetë më lartë se sa që është rritur, po them, në vitet paraardhëse. Edhe ky sezon ne besojmë fort që do jetë i frytshëm. Ne patëm edhe Shqipërinë si vend host apo si vend mikpritës, le të themi, kryesor tek Berlini, tek panajiri ITB në Berlin. Pritet shohim nëse do të kemi, po them, ndikimin e atij panajiri nga fundi i sezonit, sepse më saktë ajo do shihet 2026, duke qenë se aty është një panajir i cili merret mes bizneseve me njëri tjetrin, pra nuk është është më afat gjatë dhe ata sigurisht që do i futen studimit tregut dhe bën gati që tani për paketat e vitit tjetër. Kështu që për vitin tjetër do jetë ajo, po them, mendoj efekti kryesor, do shohim sa ka funksionuar, por edhe këtë vit ne presim një rritje dhe sigurisht rritja e turizmit duhet të përkthehet edhe në rritje të shërbimeve. Sigurisht. Faleminderit, Frenkli, që ishe në studio. Faleminderit ju për ftesën.